Vjen fitoria radhës për vllazninë e futsallit duke mundur Tiranën në klasiken e minjorë të këtij sporti me shifra të thella 6-1 me presidentin e futsallit së vllaznisë Fistik Barbullushi. Urime Barbullushi. Faleminderit për mbështetjen, faleminderit tifozëve që bën atmosferën shumë bukur. Ishte një fitore besoj e merituar pa me ta në fush. Ishte një si tip vazhdimësie të asaj ndeshjes Tiranë të cilët na erdhi idh të barazimi, por treguame që jena ekipi I cili ndoshta e kena dominu deri diku këtë kampionat dhe shpresojmë të çojmë kështu deri në fund. Ka filluar të mendoj vllaznia për play-offin? Patjetër, ky ishte hapi kryesor drejt një play-offi I cilit është në favorin tonë, sepse duhet të marrim vendin e parë dhe duke marrë vendin e parë besoj që mund ta kemi play-offin pak më të lehtë, por kjo është një sport I cili çdo rezultat mund të ndryshojë nga momenti në moment, kështu që duhet të rrim me kam tokë dhe të shohim përpara. Zoti Barbullushi, përveç lojtarëve me përvojë, po shohim edhe djem të rinj të cilët tashmë janë bërë pjesë e ekipit dhe po integrohen mjaft mirë. Besoj ja keni dalë edhe në këtë drejtim për të freskuar skuadrën. Po, siç e kam thënë gjithmonë, ky është qëllimi jonë që brezat e vjetër të luajnë bashkërisht me brezat e rinj në mënyrë që të rrisim kualitetin, që të investojmë për të ardhmen, sepse ne duhet të rrim gjatë në këtë sport, duhet të bëjmë sukseset më të teshme në emrin e vllaznisë, kështu që patjetër që gjaku I ri edhe elementet e ri na shërbejnë. Dy fitore rasti shumë emocionues, sidomos ajo në transfert me flamurtarin 4-5, por sot kjo ndaj Tiranës ishte më bindëse. Duke parë raportin e këtyre dy skuadrave, kë shikoni me të vështirë për fazën finale? Me të drejtën të dyja janë ekipet të cilët janë pretendent për kampion dhe si zhvillohet një lojë me njërin nuk zhvillohet me tjetrën, kështu që ne kena bërë ndeshje të bukura me secilin, kena pas kundërshtar dinjitoz, pa çka se ka herë rezultati 6-1 nuk ka se tregon forcën e secilit ekip, por unë besoj që çdo që të kena përballë do bëjmë më të mirën që të mbajmë titullin në Shkodër. Rregulloria e futsallit është e njëjtë me futbollin e superiores për fazën finale? Jo, vendi I parë let me vendin e 4 në gjysmëfinale, vendi I dytë me vendin e 3. Fjala është ka përgjithësim pikësh apo? Jo. Kemi fazë play-offit klasike, ku vendi I 4 let me vendin I parë me të 4-in dhe I dyti me të 3-in dhe pastaj finale. E shikoni veten drejt titullit të dytë kampion radhësit? Shpresojmë, dhe besojmë që për çdo ndeshje jemi duke treguar që nuk kemi dalë rastësisht kampion, po jemi ato që po mundona të majmë dominancën këtë kampionat, kështu që nuk kena asnjë hupje. Jemi në rrugën e duhur, besoj. Në aspektin personal morët drejtimin e futsallit shkodane pas një pauze disa vjeçare dhe shumë shpejt arritet në maj në kulm duke shpallur kampion dhe duke qenë përsëri protagonist për kampion. I kënaqur me vetveten, me stafin tuaj, me sportistët? Personalisht shumë I kënaqur, po besoj që kam përqindjen më të vogël kontributit në këto rezultate, sepse kontribut kanë ato kryesisht që djersisin fush, edhe që na japin këta emocione, unë më shumë e shoh si tifoz dhe kam për detyrë për ta mbështet këtë projekt, sepse e kam nisë edhe me bindje se do të krijojmë një gjenerat të mirë, rezultatesh pozitive dhe kupash dhe trofesh për Shkodrën. Urime edhe një herë sukses. Faleminderit.